Vajza mund të ketë pasur një lidhje 1 vjeçare ose 2 vjeçare ose 6 muaj, 1 vit, por vajza në të kaluarën e saj mund të ketë kaluar trauma, aksidente, operacione kirurgjikale, aborte spontane dhe shumë e brash shpirtërisht. Dhe çdo njeri që ka besuar mund të ketë futur thika më shpinë ose mund të ketë ndruar jetën ndaj personi familjes. Gjërat i ka pasur të turbullta, po do kesh qartësime nga yjet, do ndryçojnë yjet për ato. Dikush është larguar, e ka lënë të mërzitur, pavarësisht që mund të ketë pasur dhe pengesa, por do stabilizojnë gjërat. Do ketë një krisje, ka pasur krisje në partneritetin e tyre, një kurorë, shere, debate, kredi dhe për këtë lidhje nuk kanë qenë, disa persona të tjerë nuk kanë qenë dakord. Duhet të ketë kujdes nga personat që nuk shikojnë drejtimet e tyre, shpifin mashtroi dhe pjesërisht kanë spionazhin. Vajza ka qenë në pritje të shumë lajmeve, po dikush që ka prit mes. Mund të ketë qenë një femër ose një mashkull që i ka transmetuar një energji negative dhe e ka prirë gjërat në mes. Por do ketë një bashkëpunim, një stabilitet, të bëhet gati se do marrë lajme të bukura, do gjejë një qetësi. Paqësore, por që të them që do ketë rikthim me këtë nuk ka. S'ka rikthim? Jo, janë prishur planet, se kanë qenë gati në fejis dhe janë prishur planet në momentin e fundit me sa për shoh. Më vjen shumë keq për vajzën. Olina, jam shumë kurioze të di se si ndihesh ti dhe si e gjen mënyrën për t'ua thënë dhe a je gjithmonë reale dhe nëse është një Unë gjithmonë jam reale. E vërtet e hidhur për ta thënë. Mund të jetë edhe vërtet e hidhur, do me thënë jap një këshill që duhet të kesh kujdes, do me thënë se unë flas realitetin. Tani, ne kemi folur për letra tarot që flasin për të kaluarën, për të tanishme dhe për të ardhmen që t'japin këshilla, do ndodhi kjo, Do unë flas realitetin. Asnjëri nuk mbaj asnjëri me atër, asnjë person, asnjë klient, i them sa i saktë dhe më thon klientët. Të lutem, të mirë dhe të keqet duhet amator. Dhe i kam thonë, unë po të them realitetin. Do ndodhi kjo, do i thonë. Ajo mund të ketë kaluar smundje, vdekje, operacioni, spitale, burgje, lirim nga burgu, persone që kanë pasur dhe burrat në burg dhe janë liruar. Bëlem kanë marrë dhe shumë që kanë thënë kam buri në burg kur do lirohet ande këtë dhe në momentin që mund të jetë liruar mbas 7 muajve, 8 muajve. Por gjithmonë flas realitetin. Bravo. E ke të vështirë? E kam të vështirë, është e vërtetë si profesion, por duhet të flasë gjithmonë flasim realitetin, se kur ti je realiste me jetën tënde, normali që edhe një klientela e vjen thotë Elena të falenderoj. Atëherë, me që vajza ishte shenjë Luani, do bëjmë për shenjën e Akrepit. Dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një prishje planesh që ka pret në bez. Mund të ketë besuar shumë te Zoti, për njerëzit mund të jetë negativ, por për Zotin është thjesht të bekuar. Do marrë lajme të mira, do gjejë një qetësi paqësore, do bëjnë udhëtime të gjata, do vijë një kohë që do i kërkoj të falur, po mos marrë opinion të tjerëve, duhet t'i japi drejtim vetes të tyre. Do stabilizojnë gjërat, mund të kenë rrugëzidhje dhe në fund fare do kenë një energji pozitive, por mund të jetë një komunikim, mund të jetë një ribashkim, mund të jetë një kafe, por që them bashkim 100% jo, që të kenë të ardhme bashkë jo, do jetë thjesht një palje. Okej, do jenë të paqshëm. Po do kenë komunikim, do jenë të paqshëm njëri me tjetrin, mos kenë urrëti ndaj njëri tjetrit. Tani, o Zot, pas kam një mesazh shumë të gjatë. Prit se më duhet të bllokoj. Është shumë i gjatë, por që do kemi durim ta lexojmë dhe ta kuptojmë. Normale, do ta lexojmë. Atëherë. Elena, jemi gati? Gati jemi, gjithmonë gati. Unë jam peshore me ashendet Briciat, ndoshta ai është binjak me ashendet Luan. Nuk e di sa ndikojnë shenjat e horoskopit në një marrëdhënie, por kur e kujtoj sot disa gjëra më bëjnë të mendoj. U njohu, mu afruam shumë shpejt dhe u dashuruam. Ishte një lidhje ku të dy flisnin vazhdimisht për të ardhmen. Nuk ishte thjesht një romancë kalimtare. Bënin plane për fejes, martesë, për një shtëpi tonën, madje flisnin dhe për mënyrën se si të ndërtonin jetën bashkë. Ishte ajo faza kur mendon se ke gjetur njeriu me të cilën do të ecësh gjatë. Por me kalimin e kohës fillova të vëreja një anë të tij që më lodhte emocionalisht. Ai ndryshonte mendim shumë shpesh. Një ditë ishte i sigurt për ne, ditën tjetër mjaftonte një bisedë me dikë dhe ndihej sikur gjithçka që kishim ndërtuar nuk ishte më me vlerë. Isha shumë i pavendosur, kontrollues në disa situata dhe ndikohej jashtëzakonisht nga mendimi i njerëzve përreth. Nuk e di nëse kjo lidhet me karakterin e tij apo me faktin që është binjak, por për mua ishte shumë e vështirë të ndërtoja siguri me dikë që ndryshonte kaq lehtë. Problemi më i madh nuk ishte mes nesh. Problemi filloi kur familja e tij vendosi të ndërhynte në lidhjen tonë.
Ata nuk më njihnin realisht si person, nuk kishin kaluar kohë me mua dhe megjithatë vendosën se kjo marrëdhënie nuk duhet të vazhdonte. Sipas tij, familja i vendosi kushte shumë të forta. I thanë se nëse nuk ndahej nga unë, do ta nxilnin nga shtëpia. Nuk do të mbështesin më dhe do ta linin vetëm. Ai u gjend përballë një zgjedhje të vështirë dashurisë dhe familjes. Në fund zgjodhi familjen. Dhe pikërisht këtu kam mbetur me pyetje që ende nuk i kam dhënë përgjigje. A ishte ai vërtet i detyruar nga personi që ju bë? A u friksua dhe nuk pati forcën të luftonte për ne? Apo kjo ishte thjesht një arsye e kthyer në dramë sepse në të vërtet nuk besonte që më don. Nuk besoja që më don, sepse kur dikush e do dikë lufton. Nëse jo gjithmonë fiton, por të paktën përpiqet, ndërsa unë ndjeva se ai hoqi dorë shumë shpejt. Dhe kjo më sjell pyetje që do t'ju bëja të gjithëve. A është e drejtë që familja të vendos fundin në një lidhje mes dy të rinjve, sidomos kur nuk e njeh personin që e gjykon? Apo në fund të fundit përgjegjësia është vetëm atij që zgjedh të dërgojë të tjerët dhe jo zemrën, të dëgjoj të tjerët. Dhe sot nuk e di cili është përgjigjja e saktë. E vetmja gjë di se është një histori që nisi me plane për martesë, përfundoi jo sepse përfundoi dashuria ime, por sepse dikush tjetër vendosi për jetën tonë. Edhe kjo është një histori që më ka rrënqetur. Është të ardhur keq, është. Domethënë, thelbi i të gjithë për të gjithë ato që nuk e kanë kuptuar mbase, kanë qenë dy të rinj të dashuruar, kanë bërë plane, domethënë kanë pas gjën serioze, por problemi më i madh ka qenë se familja e djalit ka ndërhyr, ka gjykuar vajzën, nuk e ka pëlqyer dhe këto janë ndarë. Familja domethënë e ka vënë në zgjedhje Elena se këtë zgjedh dashurinë apo familjen. Ai ka zgjedh familjen, tani t'ja shikojmë. Në rast të parë do t'ja shikojmë, por në rast të parë nuk duhet të paragjykosh një person ku ti nuk e njeh, vërtetësa djalit tënd ka një marrëdhënie, një lidhje dashurie, nuk duhet të paragjykosh pa e patur, pa e njohur, pa e diskutuar, pa folur personalisht. Duhet ta njohësh njerëzit, duhet ta shikosh nga afër, pastaj të paragjykosh. Nuk duhet të paragjykosh një femër që ti s'e ke parë asnjëherë në jetën tënde, apo jo? Po. Okej, çuni çfarë një horoskop ishte? Ja, çuni ishte Binjak. Binjak. Ndërsa kjo goca është peshore. Dikush ka hyrë në mendimet e tyre, ka lexuar mendimet e tyre dhe mund të jetë një person xheloz, akmar ose për të përbetuar, për të prishur këtë marrëdhënie. Dhe mund t'i transmetoj një energji negative. Shoh që kanë kaluar shumë pengesa, shumë peripecira në jetën e tyre dhe për momentin djali është në një situatë të vështirë që duhet të zgjedhë midis familjes ose dashurisë. Ka të bëjë me persona që është xheloz, për momentin e shoh që është gjendje ankthi, mund të jetë gjendje depresioni, ka ato izolime me